The që muaji maj edhe motoja është që na vije Europa më afër, apo tek ne, apo këtë herë më thënë, për muaji maj, nesër Dita e Europës, është në plan do shtat na vije edhe ndonjë pikë e re Eurohouse-it apo për momentin jam? Ka gjasa. Ndoshta herët është shpalos informata, po asnjëherë nuk i dihet. Gjitha Eurohouse-it që i kemi qelë kanë qenë ndonjë iniciativë ose prej themi kryetarit të komunës të ndonjë qytetit ose ndonjë iniciativë tjetër që na i ka hapë ndonjë mundësi, kështu që besoj dhe shpresoj që do zgjerohemi. Për neve pak më shumë punë me të thënë drejtën, mirë po kënaqësi është kur ti shohësh të rinjtë e një vendi kur e kuptojnë se është një hap mundësi për të mundësu atyre të shprehen edhe të mbështeten në një iniciativë. Jetë një hapësirë për gjithë të rinjt, jo vetëm të rinjt, sepse ju jeni të gatshëm do shpunoni me çdo moshë apo jo? Po, moto e Eurohouse është vendi i gjeneratës së re. Ashtu ishte faktikisht, tani e kemi këtu për ju, këtu për të rinjt. Kur themi këtu për të rinjt, më parë ishim më të koncentruar brenda në zyrat e Eurohouse, tani kur themi këtu i kemi edhe hapësirat eventet që i organizojmë